Përshëndetje të nderuar shikues, jam në kryeqytetin e Shqipërisë këtu në Tiranë ku do të filloj protesta e tretë me radhë. Shumë njerëz nga treva të ndryshme janë bashkuar me flamuj dhe pankarta në duar, të gjithë një zëri duke brohuritur emrat e ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, janë mbledhur përsëri për herën e 4 në mbështetje të tyre ndaj padrejtisë që po ju bëhet. Në realitet kjo është protesta e 4, po është e treta gjithë popullore, sepse është majtë edhe një protestë jo në emrin tim, kur është dënu Cali. Të thonë, nëse llogarisin edhe atë, është protesta e 4, dhe uroj që tjetë protesta e fundit dhe t'i kemi në Kosovë liderët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por nëse nuk është e fundit, uroj që të shohim sa më shpejt gjithandej nëpër sheshet e Evropës, duke mbrojt lirin ton, duke mbrojt të drejtën ton për të jetuar thjesht. A mendoni se kjo protestë mbarkombëtare do të hinë në veshin e ndërkombëtarëve? Padyshim që çdo lëvizje në këtë drejtim, kudo që mbahet një protestë, qoftë në Prishtinë, qoftë në Tiranë, Berlin, Bruksel, Haag, patjetër që do të dëgjohet zani jon, por megjithatë ne duhet të jemi këmbgulës në kërkesat tona për drejtësi dhe lirimin sa më të shpejt liderëve tanë. Po shpresoj që të jetë e fundit edhe shpresoj që drejtësia me fitu dhe vlerat e ushtrisë shqiptare të Kosovës të mbrohen. Kjo është një rast, po them, i mrekullueshëm ku të gjithë bashkombasit prej gjitha trojeve shqiptare janë bërë bashkë, por shoh që kanë ardhur edhe prej vendeve europiane, janë bërë bashkë për me kërku drejtësi, për me kërku për mbrojtjen e vlerave të ushtrisë shqiptare të Kosovës, prandaj uroj që të kemi drejtësi, drejtësia të fitoj. Patjetër, deshta më ju pyet cila është ndjenja kur po i shohim të gjithë shqiptarët në mbështetje të Normal që është ndjenje e mrekullueshme, ish-krerët unë nuk kam dyshim që janë të pafajshëm dhe uroj lirinë sa më të shpejtë. Që të ndikojmë përkatësisht që ta ngrisim vendimin e faktorët ndërkombëtar mirë, pra të gjitha ata të cilët në emër të drejtësisë mundohen që ta njollosin luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e që qëllimi jonë është që t'ju japim përkrahje liderëve tanë përkatësisht themeluesve të shtetit të Republikës Kosovës, e që gjithmonë jemi me ta dhe edhe shpresojmë që edhe verdikti këtë rast i kësaj gjykate fantome të ndikoj apo të jetë ai i cili ka për qëllim që të liroj përfaqësues tonë shtetëror përkatësisht komandantët e OÇK-s që tashmë atje që sa kohë mbahen padrejtisht. A mendon që do të jetë protesta e fundit kjo? Do doja që të jetë protesta fundit, sepse nuk ka asnjë logjik që edhe me tutje të zvarritet ky proces, që të mos ketë një gjykim lirues, edhe dëshiroj që të jetë protesta fundit. Prandaj edhe jemi këto që t'ju bëjmë thirrje të gjitha institucioneve ndërkombëtare dhe institucioneve vendore që sa më shpejt që është e mundshme të marrin një vendim lirues për përfaqësuesit tonë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sot jemi bashkuar në këtë protestë që është gjithkombëtare për të ngritur zërin kundër padrejtësive që po bëhen ndaj krerëve të UÇK-s. Këta burra janë ata që kanë mbrojtur lirin tonë. Prandaj drejtësia ndaj tyre është drejtësi për Kosovën. Është e treta me radhë që po bëhet, a mendon që do të jetë e fundit kjo para lirimit të tyre? Urojmë të jetë e fundit dhe kjo është dëshira e çdo shqiptari. Për mua nuk është ndonjë rësi që Albin Kurti nuk është në këtë protestë, sepse gjithmonë ka qenë kundër krerëve të UÇK-s. A do bashkohesh në protestën që do të bëhet sot? Patjetër, ja, tek ai pallati aty. A mendon se kjo protestë do të jetë e fundit? Jo. Gjithmonë bashkë do jemi. Më për të mira, për të këqija, kosovarët janë shqiptarë.
shumë shpejt. Ai tribunali i Hagës, më falë për shprehjen, do shëmzohet me zerat, mas thëmë në fjalë të ndytë. Prej Prishtinës në Tiranë është protesta e tretë që po mbahet për krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. A mendon se kjo do të jetë e fundit para lirimit të tyre? Çështja e lirimit të tyre është çështje tash politike, sepse James Robin definitivisht e ka volos, e ka kushtu gjykatën speciale duke treguar që 25 vjet nga të gjitha shërbimet sekrete amerikane kemi kërkuar mos kanë bërë krime lufte dhe gjithë kemi gjetur. Kështu që nuk ka fakte dhe kjo është një akt akuzë që është përpjek që 20 vjet është përpjekur ndërtu dhe nuk ka gjetë fakte. Faktikisht është burgos presidenti dhe aty 3 vjet është dashur pres që të ngritet akt akuza, do të thotë akt akuzë nuk ekziston, këto është vetëm vullneti politik. Nëse kanë marrë ata vullnet politik, atëherë është një proces i pamundur, nuk ka mbrojtje sado profesionale. Nëse është marrë një vendim politik nga ato shtete që financojnë gjykatën, atëherë është domethënë janë të dënueshëm. Përndryshe nëse që ai panel i gjykatës ka një etikë profesionale, edhe don me pas perspektivë nesër si me lëvë trashëgimi pozitive ata njerëz në atë proces duhet lirohen. Arsyeja për cilën kemi ardhur dihet është mbështetja për ishkrerët e UÇK-s, po besojmë që kjo do të jetë një përkraje edhe morale për ta, përveç se do të arrijmë një rezultat që ata me u liru, sepse ata po akuzohen për trafikim e organesh, gjë që nuk qëndron. Tash gjykata ka marrë materiale të tjera edhe ato do me thonë po jep kohje tjetër mbajtjes së tyre në Hagë, edhe kjo është e keqja më e madhe e mundshme për neve. Njerëz që neve na i kanë sjellë lirinë, ata duhet me shiju vetë këtë liri. A keni ju bashku sot protestës? Po ju shohim se qenë keni përgatitur për protestë. Prej cilit vend keni ardhur? Prej Skënderajit, në Prekazit. Prej Prekazit në Tiranë. Po. A mendoni se kjo protestë është e treta që po mbahet? A mendoni se do të jetë e fundit para lirimit të tyre? Jo, do të ketë ende protestave në vazhdim. Çka pritni nga kjo protestë? A mendoni se do të ndikojë në lirimin e krerëve Po tonë? ndoshta do të ndikojë se drejtësia ka ligjin e vet, vendos vet, po ne do të solidarizohemi ti pa krahum. Lutemi që kjo të jetë protesta e fundit dhe i presim ata burrat vinë trojet tona. A mendon se do të hinë në veshën e ndërkombëtarëve kjo protestë? Besoj dhe shpresoj shumë. Se besoj që është protestë paqësore, dhe si mos të ketë ekcese, ka me arrit efektin e vetë. Prej cilit vend keni ardhur? Ferizaj. Prej Ferizaj keni ardhur në Tiranë. Po shpresojmë që kjo protestë do të jetë e fundit para lirimit të Inshallah, tyre. inshallah. Faleminderit shumë. Besoj se do të jetë e fundit. Çka Ata janë pra- çlirimtar, ata njerëz janë tonë, është populli jonë. Ata kanë luftuar për drejtat e tona, edhe janë të pafajshëm. Çka pret nga kjo protestë? Nga kjo protestë më pres që dy për të Hagës një qëllim që t'i lirojnë ata njerëz, se ata janë pjesë populli jonë është njerëz janë, është familja jonë, bashkë më shkurti, edhe mendoj se pa drejtësisht mohon atje, dhe pes sa më shpejt në të vinë në vendin e vetë. Se ata vendin e kanë këtu për më dhejqë. Po ju shohim se jeni bu gati për mi u bashku protestës. Hale, nuk jena gatshëm, henez kena më bukur. Halo, ma Hale, shumë. nuk jena. Viçja kena nisën, fillimi jo. Prej cilit vend keni ardhur? Jena prej Zvicrës ke marrë, në Kosovë, jena të komunës Skënderajit jem. Një fshati, po jetum komunë Gestovër. Jena shumë të emocionum dhe të ndinjum me këtu veprimet që i bëm këtë gjykatë, domethënë për neve është gjykatë raciste, domethënë se nuk mundesh me para gjyku luftën e shlirimtarëve të UÇK-s me bo barazpeshim me luftën e kriminalëve serb. Kjo është gjënoj më i madh dhe qeveritë e Kosovës që nuk i dalin për kraje. Kjo është vdekje për neve. Është marrë njerëzore. Është protesta e tretë që po mbahet. Po. A mendoni se do të jetë e fundit para lirimit të tyre? Shpresojmë që s'ka nevojë me protestu më. Inshallah se bëll më, jena ljudë domethënë me këtë para drejtësi, jena edhe shumë emocionume domethënë. A i keni lënë po besoj krit planet për më ardhë? Po. Po ju shoh të emocionum zotri? Këto emocione janë të kuptueshme sepse kontributi i tyre dihet dhe tashmë po ju bëhet një padrejtësi. Çfarë mesazhi ki për ata që nuk po e përkrahin UÇK-n? Unë nuk kam fjalë, nuk di çka me thonë. I vetmi popull që ndodh kënë botë mos me përkra krahin e luftës.
të natë shqiptarë. Kjo është marrina më e madhe, ndytësira më e madhe është kjo. Me urrejt ato që na ka sjell lirinë, domethënë. Kjo është vdekje për ne. Fal aty në sakrificat të të njerëzve, fal luftës lirimtare të Kosovës, domethënë na ardhë deri ku jena. Unë kam ardhur për m'ju bashku protestës, jam nga Presheva. Prej Preshevës këtu në Tiranë kjo ardhë është protesta e tretë që po mbahet me radhë, a mendon se do të jetë e fundit para lirimit të tyre? Shpresoj se do të jetë e fundit. Dhe inshallah është e fundit. Pres lirohen sa më shpejt qlirimtarët tanë që janë që mbahen padrejtisht ka qenë hall. Çka pret nga kjo protesta? Mendon se do të hyjë në veshin e ndërkombëtarëve dhe të ndikojë kjo protestë në lirimin e tyre? Po mua merr mendja se do të hyjnë, se ashtu se këto edhe ka akuza shtëpia Verë, shtëpia Bardhë, për atë arsye më merr mendja se është e duhur për të bërë kjo protestë. Po ju shohim që jeni bogati me u bë pjesë e protestës, është protesta e tretë me radhë që do të mbahet. Nga cili vend po veni ju? Nga Shtimi. Prej Shtimës në Tiranë? Ndryshe jemi veteranë e Venetos. Siç e thash, është protesta e tretë, a mendoni se kjo do të jetë e fundit? Po dëshira është me qenë e fundit. Me qenë se me qenë se shumë pa drejti këta, shumë pa regullësi ka gjithat, pas po varet për një kur gjoj, jona është me i mbështet në çdo mënyrë. Çdo mënyrë qlirimtarë, se më të vërtet janë njerë që i kam pri gjitha gjonave, gjitha konave për me rri liri në Kosova që posët dhe ju kemi borç aty në shumë. Si leadership që janë mrekullueshëm ata. Po s'kam habet ma shumë rreth kësajna, inshallah do zotja ata që sa ma shpejt lirohen, edhe jam mesin të. Edhe i përgëzoj për qëndrueshmërinë që kam bërë gjatë gjitha kohëna, edhe tash po. Se kjo është një sakrificë për ne, që ata janë të nevojtë atje për ne. Inshallah do zoti lirohen edhe ma shpejt. Ne mendojmë që atje po bëhet një proces i padrejtë. Proces i cili ka degraduar të nësinë e vetë, sepse ajo gjykatë ka fillu të merret fillimisht me pretendimet e raportit të Dikmartit për trafikim qenies organesh njerëzore. Në këtë situatë tani ku është, ne mendojmë që ajo ka degraduar në tërësinë e saj dhe ne kërkojmë drejtësi për qlirimtarët tanë. A mendon se kjo protestë do të jetë efektive ndoshta që të ndikojë në lirimin e tyre? Mendoj që do të jetë një mesazh i fuqishëm tek ndërkombëtarët. Kjo nuk mund me kone fundin qofse drejtësia nuk triumfon. Nëse nuk ka drejtësi, bashkia ndërkombëtare, protestat do të vazhdojnë edhe më tutje, bile tutna që i ka me pas edhe radikalizëm në këtu. Për arsye se ushtria qlirimtare e Kosovës po të ishte qysh e trajtojnë në Hagë, NATO nuk do të kishte më na ndihmuar edhe në Kosovë, dhe nuk do të kishte bombarduar Beogradin. Prandaj na mendojmë se është shumë e padrejtë. Dhe na jemi dalë me ju bashku kundër padrejtësisë. Çoj proteste edhe protestave tjera, ndoshta edhe shumë tjera që do të radikalizohen. Kemi ardhur të komunës 5 në Klinës. Pe Klinë bashkë drejt Tiranës me u bashku protestës e cila po mbahet për të tretën herë radhazi. A mendoni ju se do të jetë e fundit? Jo e fundit, s'ka me kohë deri atë ditë që ti kem në Kosovë ta burra. Kemi ardhur sa në Tiranë se këtu ka fillu ushtrimi për lirinë e Kosovës, ushtrimet të ushtarëve të Çerkes, ndihma parë nga këtu dhe kemi ardhur sa ta zhvillojmë këtë protestë. Protesta ka motiv që ti thojmë gjykatës speciale atje që nuk mundet ne me më tonë mi denu ata njerëz, është gjykatë e orientuar politikisht, quhet gjykatë e Kosovës, dërsa dënohet me prokuroritë Serbisë. Në senso për krejt botën kjo. Për atë arsye, populli shqiptar ardh këtu unik, ti thet asaj gjykatës doj drejtësi e jo me politikë të dënohen atje. Nëse ka drejtësi, ata njerëz do të jenë të lirë. Jo, nuk mendoj se do të jetë e fundit, po shpresojmë që shumë shpejt ata të lirohen. Ishte protesta e tretë në të cilat kam marrë në të gjitha pjesë dhe unë mendoj që shumë shpejt ata do të lirohen dhe do të vinë të gëzojnë lirinë së bashku. Kjo protestë mbahet në mbështetje të ushtrisë qlirimtare të Kosovës të udhëheqësve të saj, të cilët po mbahen në mënyrë të padrejtë në Hagë dhe aty po dënohet historia, po dënë të ndryshohet historia e popullit shqiptar, historia e luftës tonë, jo vetëm ata që janë atje të ngujuar,
dhe në mënyrë shumë të padrejtë mbahen që 5 vite dhe 3 vite janë mbajtur fare pa aktakuzë. Aktakuzat që kanë bërë me iniciativë të lobit serb dhe rus dhe disa europianëve që ishte ndërta dhe dikmarti. Tani se do tjetë e fundit apo jo, dëshiroj tjetë e fundit, opinioni dhe gjithë njerëzit, gjithë shqiptaria është sensibilizuar. Kosova ka gabuar me ngritjen e kësaj gjykate, që vetëm emrin ka gjykata e Kosovës, simbole shtetore s'ka, gjuhën shqipe s'flitet, po paret Kosovës ja marrin. Dhe general të tillë si Paton, Azenaure, Zhukove, De Gaulle, që kanë sjellë lirinë për popujt në rajonet e ndryshme të botës, nuk ka shku në bangën e të akuzuarve. Po shohim që janë bashku shumë qytetarë, janë këto. Çfarë ndjenja janë këto për juve kur e shet që po bashkohen Kosova, Shqipëri bashkë, megjithëse ne jemi një, mirë po bashkohemi për lirinë e krerëve të ushtrisë shqiptare. Atëherë një gjë këtu, ne jena rajoni i fundit jo i bashkuar. Vendet e tjera të Evropës kanë ecë det kësaj rruge dhe kanë realizuar bashkimin e tyre. Ne s'duhet na mohojë kush. Na takon si e drejtë që ne e jep Zoti. Po shpresoj që tjetë e fundit ta kuptoj një herë për gjithmonë si shkrimtarët tonë janë të pafajshëm atje. I kanë marrë veç politika serbe, ruse i ka qua atje, shkrimtarët janë si shkrimtarët, duhet me kuptu bota herë për gjithmonë. A mendon se kjo protestë do të hyjë në veshën e ndërkombëtarëve dhe ndoshta të ndikojë në lirimin e tyre? Besojmë për ata i mjarë tash këtu, besojmë se do të na kuptojnë se kemë drejtë. Si ata si jenë në Hagë, si na si kemi harë sot, me lyp lirimin e tyne. Na jemi ishtë udhëtar, ta pyjtë më shumë do të dhe nismi a vonë shkokit që ata përmenojnë se liria ka ardhë vetë. Ka bi liria u dedhë gjoki ti, në shovi, i joni i kjetëve. A mendoni se kjo protestë do të hyjë në veshën e ndërkombëtarëve dhe të ndikojë në lirimin e tyre? Po, nëse qeveria jonë nuk të merë me ngrinë zonë, qeveria jonë, përveç të Shqipërisë, atëherë për ndërkombëtarëve s'kemi çka presim. Duhet na me ngrinë zonin, shtu bashkërisht, atëherë qeveria do të thonë ndërkombëtarët me bëndi shka. Gjithmonë do të ketë protesta përderisa drejtësia nuk shkon vend, se jemi në një protestë pa drejtë. Ne pikërisht kemi dalë për cilin mesazhin për drejtësi, për lirimin e çlirimtarëve që po mbahen pa drejtësisht në një gjykatë e cila në kuptimin e akt akuzës ka ndryshuar kryekput që në kryet herës dhe merret me disa çështje që janë banale në kuptimin juridik. Po shohim se shumë qytetarë janë bashku nga Kosova, Shqipëria, madje edhe vende të tjera. Cila është kjo ndjenjë kur po i shohim shqiptarë të bashkuar, edhe pse na bashkë jemi, një jemi? Shiko, Tirana është epicendra e shqiptarisë. Tirana i bashkon shqiptarët, Tirana jep mesazhet më të fuqishme që kanë të bëjnë me shqiptarizmin dhe me interesin madhor kombëtar. Domethënë ne sot jemi këtu pa përcaktime politike, ideologjike, ku ta diune, gjithë jemi bashkë, sepse vetëm bashkë ne mund t'i qojmë proceset përpara dhe të arrijmë atje ku aspirojnë shqiptarët prej shekujsh. Prej Tetovës. A mendoni se kjo protestë do të jetë e fundit? Padyshim se ata mbahen padrejtisht në Hagë dhe ishte detyrim kombëtar secilit prej neve fare pjesë. Siç po shohim, Tirana ka bashku njerëz nga Kosova, Tetova nga këtë rast, Shqipëria. Cila është kjo ndjenjë që ne jemi bashku edhe pse të bashkuar jemi mirë, po sot jemi të gjithë bashkë në mbështetje të krerëve? Jo është një ndjenjë e veçantë, po në dhimbje mund ta them se pse Albin Kurti nuk ju bashkua kësaj dhe po çan njerëz. Do thonë këtu janë dy rrugë, rruga pro shqiptare, kombëtare edhe pro serbisë. Albini ka bën plat ka bërë. Unë mendoj se e fundit do të jetë s'ka. Mendon se kjo protestë do të ndikojë dhe do të lirohen ata? Atje mendim jam. Të kam liruar. Po shohim. Po shohim qytetarë të shumtë edhe nga Kosova, nga Shqipëria, madje edhe vende të tjera janë bashkuar këtu në Tiranë, gjithë shqiptarët bashkë. Gjithë viset bashkë në mbështetje të krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Çfarë ndjenjë është kjo për ty kur po i shohim shqiptarët? Ndjenjë ma të madhe në kohë njëri që i thot vetë gjak shqiptaris nuk s'mund me pas.
vend kjo arë? Suarikës. Prej Suarikës. Po më duket krejt Suarika është vlen Tiranë. Krejt të dojmë, ashtë më thashin edhe një arë që të krejt, për me lirimin e ti. Krejt keni arë në mbështetje të krerëve. A mendon se kjo protestë do të jetë e fundit? Kur në? A mendon se do të jetë e fundit? Inshallah, shpresojmë. Çka po pritni nga kjo protestë? Po presim se sot do pak gjykata të sheh se populli është me ta dhe ju padrejtisht ju mbrojnë hap. Besoj dhe shpresoj se një trët nëse ka drejtësi ata do të vinë së shpejti këtu në mesin tonë. Siç e po dëgjojmë, protesta është gati me fillu, po shohim që shumë nga vende të ndryshme janë bashku, krejt shqiptarët bashkë në mbështetje të krerëve. Çfarë ndjenjë është kjo për ty? Po kjo në ndjen kënaqërie gjithmonë populli shqiptar dhe ne kemi bashkuar, boll jemi të ndonë. Duhet më bashku, sidomos për krerët që kjo është gjë. Respekt për ta dhe shpresoj dhe besoj se shumë shpejt do të kthehen në Kosovë. Ka pritni nga kjo protestë? Lirim sa më të shpejt. A mendoni se do të jetë e fundit megjithëse është e treta me radhë? Mendojmë ashtu, i lutim Zotit të jetë ashtu sa më shpejt të jenë liria ata. Pa ta liria është e më